Sot kemi një shoqe të re në klasën tonë, quhet Ami. Dua ta mirëprisni, ta bëni të ndjetë pjesë e klasës. Ami, u luku të ndjesh rahat. Shiko si është veshur, sa thjesht, ta ngacmojmë pak, Çanta sa e vjetër. Largohu, mos më afro. Edhe këpucët të vjetra I paska. Ue, s'ja ka hiç stili jon. Mjaft, do t'i kanë mësuesës. Mësuesa, Ami doli nga klasa duke I qarë, sepse nuk I jeni rahat. Çfarë po ndodh këtu? Pse u largu Ami me lot? Shaka? Jo, fjalët e liga nuk janë kur shaka. Kur talli ose bëni gjeste që I lëndojnë, për shkakton I dhimbje reale, dhe ndjenjë të frikës, pasigurisë dhe izolimit. Më dhem të shohim nxënëse të re, që ndjetë e lënë me një anë dhe e pasigur në vendi ku duhet të ndjetë e përpritur. Dua që ju ta kuptoni mirë këtë. Sa herë që shihni dikë që ndjet keq, ofrojini ndihmë, patallje, respekti dhe mirësia e bën masimin dhe bashkëpunimin më të lehtë. Dua që ju të shkoni mirë me njëri tjetrin. Ju a kam thënë shumë herë, flisni me mua kur keni një problem. Dua që ju të reflektoni. Mirëmëngjesi klasa. O, erdhe prapë? Po me këtë rroba që e ke dhe sot? Bullër Gita, kjo nuk është e drejtë. Ne nuk do të lejojmë këtë. Klasë do të futemi bashkë dhe jo kundra njëri tjetrit. Ej, nuk të vjesor nga vetja? Dua të flas me ty. Po më ndi, të lëndova, nuk duhet. E di, edhe ndjenjat e tua janë të vështira, por të thënë të drejtën, edhe mua më dhem kur dikush më tall. Ndihem e tristuar, e turpëruar, edhe ndonjëherë edhe vetmuar. Po, e kuptoj tani. Nuk mendova se fjalët dhe veprimet e mia do të lëndonin kaq shumë. Ka gjë, zëtë në fakt, ndoshta mund të këmaj ndryshe si shoqe. A mund të më ndihmosh të ndihem më mirë në klasë dhe unë do të kuptoj ty gjithashtu. Po, do të doja shumë, jam penduar, nuk do të ndodh prapë. Mirë, tani jemi shoqe dhe jo puna njëra tjetrës. Në klasë duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Duhet të tregojmë respekt e mirësi.